Fotografia është kthyer vitet e fundit në një nga elementët kryesor të promovimit të destinacioneve turistike të Shqipërisë. E shkrepur nga profesionist apo amator, sot fotografia është kthyer në nevojë të rëndësishme për të shfaqur apo promovuar vlera turistike. Sipas fotografit Felix Bilani, sot promotoria më e mirë e turizmit është fotoja amatore, pa element të përpunuar brenda saj, pasi sipas tij shumica e fotove që përdoren janë të gënjeshtërta. Nuk ka fotografi të gënjeshtër, ka fotograf që arrin të gënjejë nëpërmjet fotografisë. Prandaj kjo është një lloj ekspozite që mua më tërhoqi sepse të gjithë pjesëmarrësit janë hobistë, janë amatorë dhe nuk arrin të gënjejnë. Po të shohin fotografi turistike sot që po përdoren rëndom, janë të gjitha të kopsitura dhe Photoshop. Nuk janë reale, nuk kanë shpirt, nuk kanë vlerë. Këtu pash fotografi që komunikojnë në thjeshtësinë e tyre. Pikërisht për të promovuar destinacione turistike të Juglindjes, në ditën e turizmit në Pogradec, u çel një ekspozit me fotografi të destinacioneve të këtij rajoni, duke vendosur në qendër natyrën, vlerat kulturore dhe ato historike. Me çmim të parë u vlerësua fotografia në liçenin e Prespës, e shkrepur nga Ida Dhefto, ndërsa me çmim u vlerësua edhe një pasardhëse e fotografit shquar koçar Kristaj Sotiri, Xhulia Pecani, që po ashtu konkurroi me foto nga Pogradeci, qytet cilin Sotiri e dashuronte. Para nuk e prisja fare, ishte thjesht me që përfshi qarku i Korçës dhe unë bë pothuajse 2 vjet që jam shumë shpesh prezent në liçenin e Prespës, edhe vendosa të sillja disa foto më shumë për të promovuar pjesën e Prespës madhe dhe të vogël. Pasioni im për fotografinë në fakt është inspiruar nga Sërgjyshi. Ai gjithmonë ka pasur në fokus peizazhin e Pogradecit, duke pritur në orë të tëra lindjen e diellit, perëndimin e diellit dhe më pas për t'i retushuar dhe për t'i shfaqur për publikun. Mendoj se pasuria e tij është diçka shumë e rrallë për si pjesë e trashëgimisë kulturore shqiptare. Ekspozita e fotografive me titull Udhëtim vizual në zemër të Juglindjes ishte e para në llojin e saj, që vendos në qendër destinacionet rajonale, duke bërë bashk 18 konkurrent nga i gjithë qarku ynë.